pasi bëjmë gusël, thotë fshihemi me peshqir. Fshihemi me peshqir. A quhet se e ke prek organin, a duhet marrim abdes më pas. Prekja e organit që llogaritet që mirat abdes, ata që kanë mendimin që pris abdesi është lëkura me lëkur. Lëkura me lëkur. Jo përse nëse ka pas diçka për shembull rroba, e prek për mirë rrobë, kjo nuk llogaritet të prekje. Nëse e ki peshkirin edhe me peshkir e prek organin, nuk e llogaritet që ke prek lëkurën me lëkur dhe nuk ka gjatë keqen këtu. Në lidhje me prishjen e abdesit nga prekja e organit gjenital të meshkujt, ka hadithe që një prej njerëzve më kanë ndaluar dhe hera tjetër ka lejuar. Po i nderuar, është kanë hadithe që ka ardhur që ka thënë që ai është pjesë nga trupi yt dhe mendimi më i saktë i ulemave është që nëse preket nga epshi prishet abdesi me siguri. Nëse preket vetëm kështu nuk prishet. Mirë po, që ti iket tërësisht kundërshtimit, më së miri merr abdes. Më së miri merr abdes nëse e prek lëkurën me lëkur drejt për drejt. Lëkurën me lëkur drejt për drejt.